Shënjestër ka publiku një hulumtim për ngritjen e çmimit naftës, specifikisht për datat 3 dhe 4 mars. Nafta me 3 mars dogon ka hyrë me çmimin e njëjtë që ka hyrë me 4 mars. Mirë, po kompanitë që tregtojnë naftën e kanë shtrejtuar naftën me 4 mars, ani pse dogon ka hyrë me çmimin e njëjtë, duke rrit marzhën tregtare. Këtë kjo për shkak të vonesës që Ministria e Tregtisë ka bë për me vendosur një tavan për marzhën tregtare të kompanive. Si e vlerëson ju si opozitë këtë vonesë të shtetit? Ne vazhdimisht kem kërku edhe nga shteti që të kenë masa lehtësuese për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse po gjithë e dim që çmimi i derivateve sot është jashtëzakonisht i lartë. E kem pa gjithashtu që disa shtete në rajon kanë marrë masa në heqjen e akcizës dhe të TVSH-s për t'ju leju qytetarëve ose t'ju ofru një komoditet. Njëjtat kërkesa edhe ne si Lidhje Demokratike i kem parashtruar tek qeveria, por po e shenit që ka neglizhencë dhe ka vonesa të tilla që me një formë apo tjetër shkojnë në dëm të qytetarët e Kosovës dhe në favor të kompanive të cilat tregtojnë derivate. Shënjestër.net